podcast të mundësuar nga Trimet, lider në industrinë farmaceutike. Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme kemi ftuar mjekën dermatologe Sidita Boriçi. Doktoresh Boriçi, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit ju për ftesën. Ju jeni një mjekë dermatologe, sidomos të periudhë, kemi shumë nevojë për ju dhe për këshillat juaja. Cilat janë problemet që shfaqen më shumë në lëkurë gjatë stinës verës? Gjatë verës lëkura ekspozohet më shumë ndaj diellit dhe na shfaq më tepër edhe ato problemet e veta. Përgjithsisht gjatë verës kemi të bëjmë me alergjit nga dielli, alergjit që shkaktohen edhe nga dielli në bashkëveprim me locionet apo parfumet që vendosim në lëkurë, djegjet nga dielli, infeksionet fungale, pra infeksionet mikotike apo ato bakteriale që edhe favorizohen nga lagështira. Gjithashtu edhe fotodermatozat, pra problemet e lëkurës të cilat agravohen nga dielli, siç janë disa sëmundje sistemike apo të lëkurës, siç është lupusi, apo edhe sëmundje të tjera apo patologji si rozacea që përkeqësohen në këtë periudhë. Fusim këtu edhe njollat nga dielli, të cilat përkeqësohen gjithashtu në këtë periudhë. Ju diellin e përmendët disa herë se rrezikshëm është dielli dhe ekspozimi i tij dhe si të mbrohemi. Në fakt marrëdhënia e njerëzimit me diellin është po aq e larë sa vetë bota. Dielli është burimjete, është mirëqenie psikologjike, është rregullatori i ciklit ton cirkadian, por ka dhe anën e tij të errët. Pra, si çdo gjë e natyrës, edhe dielli duhet të dozohet ashtu siç duhet. Pra, teprica apo ekspozimi i tepërt na dëmton lëkurën. Rrezet ultraviolet kanë aftësi që të hynë në lëkurë, të depërtojnë në lëkurë deri në nivel qelizor dhe të ndryshojnë ADN qelizore, duke shkaktuar kështu edhe mutacione të vazhdueshme në lëkurë. Pra, me ekspozimin e vazhdueshëm apo të tepruar ndaj diellit, ne krijojmë dëmtime të ADN-s qelizore, të cilat shpeshherë tejkalohen dhe mekanizmat riparues të organizmit nuk mund t'i largojnë më. Dhe kështu shfaqet plakja parakoshme apo edhe kanceri i lëkurës. Aplikimi i kremave të ndryshme, SPV-ve, sa e rëndësishëm është? Është shumë i rëndësishëm, zë një vend të rëndësishëm në mbrojtjen nga dielli, por nuk është i vetmi. Mënyrat e tjera të mbrojtjes nga dielli janë mbrojtja me kapele apo qëndrimi në hije. Qëllimi nuk është të evitohet dielli totalisht. Dielli është aleati ynë biologjik, kështu që ne duhet të mësojmë ta shijojmë diellin dhe të ecim paralelisht, pra të përfitojmë, marrim benefitet e tij, por edhe të ruhemi nga efektet e dëmshme anësore. Në këtë periudhë plazhi, djegjet nga dielli janë të shumta, kur mund të shqetësohemi sa i takon këtij aspekti? Atëherë, normalisht djegjet nga dielli nuk duhet të ndodhin më, por edhe po ndodhen dhe po patëm fluska, atëherë duhet të drejtohemi te mjeku. Mund t'i trajtojmë me mjete, me hidratant, me kremra me përbërës me aloe vera, me antiinflamator, por nëse janë më të agravuara, sigurisht që duhet t'i drejtohemi profesionistit. Si duhet mbrohemi? Është e rëndësishme që të aplikohen kremra të ndryshme në plazh, të qëndrojmë edhe shmangim pikun, si quhet piku i diellit nga në oraret që evitojmë oraret e pikut. Më e mira është të evitojmë oraret e pikut dhe kur të ekspozohemi me veshje që mbulojnë pjesën e trupit apo të fytyrës dhe me kapele, por edhe kur të aplikojmë kremin e diellit, jo vetëm nuk duhet vetëm ta aplikojmë, por edhe ta riaplikojmë pas 2 orëve, pas futjes në det apo në pishin, pas tarjes me peshqir, gjithmonë duhet të riaplikohet kremi i diellit, pra në mënyrë që të shmangim edhe djegjet. A është e rrezikshme ose shqetësuese kur ndrohet lëkura, kur krijohet një rrjepje, nëse mund ta quajmë në gjuhën e popullit? Është shqetësuese sepse çdo rrjepje apo çdo skuqje në lëkurë lë një shenjë në lëkurë, sepse lëkura ka memorien e vet dhe memorizon çdo gjë. Dhe ky dëmtim kumulativ që krijohet mundet që më vonë të shkaktojë pasoja të rënda në lëkurë në vitet në vazhdim. Për momentin mund duket si një skuqje apo një rrjepje e thjeshtë, por në një periudhë më të vonshme
mund të shkaktoj edhe një kancer lëkure. Pra, çdo nxirje apo çdo rjepje e lëkurës është dëmtim i saj. A duhet të kenë një kujdes më të shtuar personat që kanë më shumë nishane se sa të tjerët, personat që kanë syt me ngjyrë, flitet shumë edhe për personat që kanë syt me ngjyrë që duhet të ruhen dhe të mos ekspozohen nga rrezet e diellit. Personat që kanë syt me ngjyrë kanë edhe fototip lëkure të çelët. Pra, prodhojnë më pak melanin se sa individët e tjerë. Kështu që ato duhet të jenë shumë më të kujdesshëm, sepse janë më të predispozuar për të zhvilluar këto tumoret e lëkurës. Po ashtu edhe personat që kanë shumë nishane, personat që kanë histori familjare të nishaneve apo të tumoreve të lëkurës. Duhet të jenë më të kujdesshëm ndaj ekspozimit në diell. Doktoresha, cilat janë shenjat që neve kemi problem nga aknet, nuk u shfaqen më vetëm tek adoleshentët, po shfaqen edhe nga të rriturit, pse po ndodh ky fenomen, nëse mund ta quajmë kështu? Shohim shpesh aknet adulte, jo vetëm të adoleshentët, ndoshta nga stili modern i jetesës, nga rritja ankthit, rritja stresit, mungesa e gjumit, të gjitha këto ndikojnë, përveç problemeve hormonale apo problemeve të inflamacionit të lëkurës, edhe stresi i shtuar është një faktor shumë kryesor që luan rol kyç në zhvillimin e akneve apo edhe patologjive të tjera të lëkurës. Në momentin që trupi është në stres, rritet edhe niveli i kortizolit në gjak, që shton inflamacionin dhe agravon gjithë situatat, dermatitet, aknet në lëkurë. Po ashtu edhe stili i jetesës, insulinorezistenca që po përflitet shumë, pra gjithë metabolizmi dhe pasqyra dhe lëkura është pasqyrë e metabolizmit tonë në të vërtetë. Cilat janë gabimet që bëjnë njerëzit më së shumti sa i takon akneve dhe ku mundohen ta trajtojnë vetë në shtëpi, në kushte shtëpie? Atëherë, përgjithsisht tentojnë ti anashkalojnë apo të thonë që janë puçrat e moshës kur bëhet fjalë për adoleshent dhe t'i lejnë të patrajtuara. Pra neglizhohen në një farë mënyra dhe derisa lejnë ato shenjat apo cikatriçet nga inflamacioni i shtuar. Ose shpeshherë tentojnë t'i manipulojnë vetë dhe në këtë mënyrë edhe traumatizojnë lëkurën, e rrisin riskun për të lënë shenja, rrisin gjithashtu edhe riskun e mbi infeksionit, pra infeksioneve të mbivendosura në lëkurë nga manipulimi me duar. Ngaherë tentojnë të marrin këshilla edhe nga TikToku, ChatGPT-ja, ose shpeshherë edhe përdorin shumë produkte në të njëjtën kohë, ose edhe mundet që të prishin edhe barrierën e lëkurës apo mikrobiomën e saj. Mënyra se si ne ushqehemi, sa ka të bëjë me shëndetin e lëkurës tonë? Ka të bëjë shumë. Ushqimet, siç e përmenda edhe më parë, përgjithsisht ushqimet që nuk shkaktojnë inflamacion në trup, apo ushqimet që nuk rrisin nivelin e insulinës në gjak, ato që kanë efekt antiinflamator dhe të cilat janë antioksidant, përgjithsisht kanë efekt të mirë në lëkurë, ndryshe nga dietat që kanë bylmet të shtuar apo edhe sheqer të shtuar. Pra, dieta luan një rol të rëndësishëm në lëkurë, jo kryesorin, por një rol mjaft të rëndësishëm. Po ashtu luan rol edhe në mikrobiomën e lëkurës, e përmenda edhe më parë, vitet e fundit, por rritet gjithnjë më shumë roli i mikrobiomës, e cila është një mantel apo një ekosistem i tërë mikroorganizmash, një komunitet mikroorganizmash që qëndron mbi lëkurën tonë. Dhe që ekuilibri apo disbalanca e këtyre mikroorganizmave në lëkurë mundet që të shkaktoj apo edhe të mbroj lëkurën tonë në të njëjtën kohë. Si mund të dallojmë një alergji të lëkurës nga një irritim ose një infeksion i zakonshëm? Alergjitë përgjithsisht të shoqërohen me të krojtura. Mund të kenë edhe entje, skuqje në lëkurë, por një nga shenjat kryesore është edhe pruriti, pra e krojtura.
Ndërsa infeksionet në lëkurë, pavarësisht se kanë entjen, skuqjen apo temperaturën e shtuar të rritur lokale, kanë edhe dhimbjen. Kështu që këto janë dy e krojtura dhe dhimbja janë dy gjëra që i diferencojnë në fakt. Pickimi nga mushkonjat, sa shqetësuese është në këtë kohë? Është shqetësues ka persona që janë më të predispozuar që të pickohen nga mushkonjat dhe shpesh herë duke i kruajtur edhe i mbi infektojnë, pra vendosen infeksionet bakteriale dhe shpesh herë shfaqen në klinik, vinë të kërkojnë ndihmë për t'i lehtësuar simptomat. Doktoresha, duke përfituar nga rasti që ju kam këtu, do të bëjmë shumë pyetje komplekse që lidhen me fushën tuaj. Rënja e flokëve po ashtu është shumë shqetësuese, shumë persona preken. Kur duhet nis të shqetësohet një person dhe kur nis kjo rënja e flokëve si për meshkujt dhe për femrat apo është më për hapur vetëm të meshkujt? Jo, rënja e flokëve shifet te të dyja gjinit, por është në forma të ndryshme. Tek meshkujt më shumë shfaqet alopecia androgjenetike, pra që është e shkaktuar nga niveli i testosteronit apo hormoneve mashkullore dhe predispozita gjenetike. E njëjta patologji shfaqet edhe te femrat, por ka një emër tjetër, female pattern hair loss e quajmë ne, edhe kjo ka shkaktohet nga një nivel i shtuar i androgjeneve në gjak, por shkaqet ka shumë edhe shkaqe të tjera. Te femrat kryesisht janë problemet e tiroideve, anemia, mungesa e depozitave të hekurit, depozitat e ulta të hekurit, niveli i vitaminës D. Vitet e fundit po shifet, domethënë muajt e fundit, më mirë të themi, po shifet shumë edhe rënja e flokëve e shkaktuar nga agonistët e GLP-1-shit si Ozempiku apo Mounjaro, jo se këto produkte shkaktojnë apo irritojnë folikulin e flokut, e dëmtojnë, por rënjen peshë, pra rënja e shpejt në peshë shkakton edhe rënjen e flokëve në të njëjtën kohë. Pra është diçka që e kemi parë së fundmi, nuk e kemi parë vitet më përpara. Po të rinj, pse po preken më shumë ti këtë kohë, se sa në të kaluarën, rënja e flokëve? Siç e thash, janë këto shkaqet përveç se gjenetike edhe shkaqet ambientale. Produktet ndoshta që përdorim, toksiciteti i shtuar. Sa e rrezikshme është neve të marrim reklamat gabuara në rrjetet sociale që flasim për mbjellje të flokëve, për mbjerrje të tyre, si duhet shmangim, çfarë duhet bëjmë në këto raste? Atëherë duhet gjithmonë të kërkojmë në fakt, kur duam të kryejmë një procedurë, të kërkojmë një mjek profesionist. Dhe nëse mjeku që është pas asaj procedure është i kualifikuar, atëherë edhe procedura do jetë e besueshme. Pra nuk duhet të bazohemi vetëm në premtime, por më shumë në sigurinë që ofrohet. COVID-19, sa dëm ka bërë tek lëkura? Kam dëgjuar shumë këtë periudhë që janë prekur me COVID dhe më pas i shfaqur alopeci. Ndërkohë ka pasur edhe shumë problematika tjera që lidhen dhe me rënjën e flokut duke janë veshur si faj, nëse mund ta quajmë kështu, COVID-19-s. Ka ndikim, lidhen, ka rezultate? Sigurisht që COVID-19 ka patur ndikimin e tij të madh. Çdo virus që prek trupin e njerëzit dhe që shkakton një traumë në trupin e njerëzit mundet që pas 3 apo 6 muajsh pas të infeksionit, trupi mund të zhvillojë edhe rënje të flokëve. Por kjo rënje e flokëve ka qenë shumë më e shprehur nga COVID-19 se sa me viruset e tjera. Botoksi, fillerat, sa të rrezikshme janë ku nuk bëhen si duhet dhe jo të profesionistët, dhe fakti që bëhen nga kushdo edhe në një sallon estetik, është problematike? Sigurisht që është shumë problematike, nuk duhet të kryhet në fakt në asnjë mënyrë nga persona që nuk janë profesionistë apo jo të kualifikuar, qoftë siguria e produktit, qoftë teknika e përdorur, qoftë komplikacionet që mund të ndodhin. Në dukje mund të duken sikur janë procedura shumë të shpejta, të thjeshta, por pas atyre në fakt duhet qëndrojë gjithmonë një individ që ka bërë shumë shkollim, edukim, ka eksperiencë, e di mirë produktin dhe gjithashtu ka edhe një përgjegjësi morale dhe etike profesionale. A ka një rutinë ideale sa i takon shëndetit të lëkurës që duhet ta ndjek çdo person?
3 janë hapat kryesor që duhet të ndjekim për një lëkurë të shëndetshme. Ta njohim një herë lëkurën tonë, ta dim çfarë kemi, të jemi komod me çdo nishan apo çdo lloj ndryshimi që kemi në lëkurë, në mënyrë që kur të shohim një problem të dim që ta detektojmë, ta prekim, ta kapim në kohë. Kryesoret për një lëkurë të shëndetshme, hapat kryesor janë hidratimi, vendosja e kremit kundra diellit dhe hidratimi sa më shumë, dieta e ushqyeshme, një dietë e balancuar, ushtrim fizik dhe gjithashtu edhe një gjumë i mirë. Të gjitha këto ndikojnë në një lëkurë të pastër dhe të shëndetshme. Personat me lëkurë të yndyrshme duhet të kenë një kujdes më shtuar tashmë me temperatura tepër të larta? Në temperatura të larta, yndyra e lëkurës shtohet, pra prodhimi i yndyrës së lëkurës shtohet. Kështu që duhet shtojmë në rutinë ndoshta një produkt që e ul, që redukton prodhimin e yndyrës dhe të vendosim vetëm kremra të lehtë me teksturë shumë të lehtë që e hidratojnë, por në mënyrë shumë fluide të lehtë lëkurën. Doktoresha, duhet kemi një kontrolle periodike tek mjeku dermatolog pa pasur dhe shqetësime? Normalisht rekomandohet kontrolli i përvitshëm te mjeku dermatolog, edhe në qoftë se nuk kemi shqetësime, për të parë nëse kemi nishane të reja apo probleme që ne me syrin ton nuk na duken problematike, por një profesionist mund t'i dallojë më shpejt, që t'i kapim në kohë dhe t'i trajtojmë shpejt. Cilat janë disa nga gabimet më zakonshme që bëjnë prindërit e rinj sidomos te kujdesi i lëkurës së fëmijëve të vegjël? Atëherë, nganjëherë, edhe ndoshta nga shpejtësia, mundet që të përdorin kremrat hidratues apo kremrat e diellit të vet, mundet që t'ja përdorin edhe fëmijëve të vegjël, ose nuk i mbrojnë nga dielli në mënyrë adekuate. Ndoshta edhe nga që fëmijët e vegjël nuk dëgjojnë shumë. Përgjithsisht kremrat fizik duhet të përdoren tek fëmijët e vegjël, pra që nuk kanë filtra kimik që nuk përthithen nga lëkura. Tjera probleme apo Puthja e prindrit në doza shumë të larta është problematike? Po, sidomos te bebet e vogla është problematike, sepse është problemi i herpesit, i kontaminimit, lëkura atyre, domethënë sidomos para 6 muajve nuk është e maturuar mjaftueshëm, kështu që edhe infeksionet janë më të predispozuar ndaj infeksioneve, qoftë bakteriale dhe atyre virale. Një nga kanceret më të rrezikshëm që flitet pak për hir së vërtetës është edhe kanceri i lëkurës. Si shfaqet, doktoresha, çfarë kujdesi duhet kemi, në çfarë faze jemi në Shqipëri në punën tuaj të përditshme dhe çfarë duhet bëjmë për të shmangur dhe për të shpëtuar? Diagnostikoj për ditë, le të themi, një tumor të lëkurës apo një kancer të lëkurës. Melanoma në fakt është kanceri më agresiv i lëkurës, por fatmirësisht ai nuk është aq i shpeshtë sa që është kanceri spinoqelizor apo tumoret bazoqelizore që i shohim më tepër në përditshmëri. Melanoma shkaktohet më shumë nga ekspozimi intensiv në rrezet e diellit në personat e predispozuar dhe gjithashtu edhe me një tendencë gjenetike për të shfaqur këtë lloj tumori. Ajo shfaqet në 70% rasteve, shfaqet e re, de novo e quajmë ne. Pra nuk shfaqet nga një nishan ekzistues. Shfaqet e re, pra një nishan që nuk ka qenë më përpara, ose një nishan apo një nevus i thjesht që ka qenë ekzistent prej vitesh dhe fillon e ndryshon ngjyrën, bëhet më asimetrik, bëhet më i errët, krijon relief. Në fazat më të avancuara mund gjakoset, mund kruhet dhe mund të krijojë edhe ulcera në lëkurë. Pra këto janë ato format që shfaqet melanoma. Në rastet kur është më sipërfaqësor, dallohet nga nishanet e tjera të lëkurës, sepse është në formën e, po themi, rosakut të shëmtuar. Pra është një diçka komplet ndryshe nga nishanet që ekzistojnë tek një individ. Ndërsa kanceret më të shpeshtë të lëkurës që përmenda më përpara shfaqen në formë
puçrash apo ulçerash të cilat nuk shërohen. Dhe një plagë e cila sado e vogël qoftë nuk shërohet për 2 javë apo 1 muaj me një terapi apo krem antibiotik apo kortikoid, duhet patjetër të shikohet me dermatoskop. Dermatoskopi është ai aparati jon që vizualizon lëkurën dhe e zmadhon deri në 70 herë për të kapur shenjat e para të kancerit të lëkurës. Dhe në momentin që një tumor lëkure detektohet herët, ai mund të është totalisht 100% i kurueshëm. Cilat janë grupet moshat më të prekura nga kanceri i lëkurës? Kanceri i lëkurës përgjithsisht prek moshat mbi 60 vjeç, pra kur akumulimi gradual ndër vite ka qenë pra një dëmtim kumulativ nga rrezet e diellit. Por tashmë po shohim shumë më shumë edhe tek moshat më të reja dhe 30 vjeç, 35 vjeç. Ndërsa melanoma është më tepër tumor i të rinjve, domethënë i moshave 20, 30 apo 40 vjeç. Për fat keq është gjithmonë vdekje prurës? Jo gjithmonë, kur detektohet në fazën e hershme, është 100% e kurueshme. Si mund të ndallojmë neve një ndryshim të nishanit ton? Si mund të dallojmë se cilat janë ato nishane problematike pa konsultën e një mjeku dermatolog, pra me syrin ton të lirë? Është ajo ABCD-ja e famshme, pra rregulli ABCD-i. A për asimetrin, B për bordurën, në qoftë se fillon një bordurë më e ngritur, C-ja për ngjyrën që ndryshon ngjyrë, D-ja diametri që zmadhohet dhe E-ja për elevacionin apo transformimin vertikal, pra krijimin e relievit në një nishan. Pra, kështu mund ta kemi më kollaj që ta mbajmë mend. Ose pastaj mënyra tjetër është që të shkojmë te një mjek dermatolog dhe nganjëherë ndryshimet nuk shihen me sy të lirë. Domethënë, prandaj kryhet edhe dermatoskopia, apo videodermatoskopia. Pra është ekzaminimi që e shef në nivel mikroskopik nishanin. Pra ne shohim arkitekturën, ngjyrat. Një nishan në dukje shumë homogjen mund të jetë shumë më i çrregullt kur shikohet në dermatoskopi. A ka një ndërgjegjësim të popullatës sa i takon shëndetit të lëkurës apo ende jemi larg këtij lloj kujdesi? Vitet e fundit po. Dhe shoh edhe të rinjt, sidomos femrat janë pak më të ndërgjegjësuara, i këshillojnë edhe familjarët edhe shoqërinë e tyre që të vinë të kontrollohen për nishanet aktuale që kanë. Mund të përmend biles edhe një rast, është një kur para 6-7 viteve, kur unë punoja në spital, më erdhi një vajzë e re, 22 vjeçe ishte, kishte ardhur vetëm për t'i bërë qefin shoqes vet, pra shoqja vet kishte insistuar që ajo të vinte të shikonte një nishan që kishte te këmba, dhe ajo erdhi ashtu e shkujdesur me pantallona të shkurtra dhe sigurisht që unë e diagnostikova që kur hyri, sepse ai ishte një fototip i çelët me ngjyrë lëkure të bardhë dhe nishani ishte shumë i errët dhe dallohej nga një distancë pak më e largët, pra nuk kisha nevojë që ta vendosja dermatoskopin për ta kuptuar se ç'a ishte, por që pas biopsisë rezultoi një melanom, fatmirësisht sipërfaqësore. Ajo vjen shpesh tash që të bëj kontrollet periodike të lëkurës dhe më vjen mirë që është shumë mirë dhe është e ndërgjegjësuar tashmë. Në vitet e punës tuaja, doktoresha, cila është rasti që nuk e harroni kurrë, që ka bërë shumë përshtypje? Rasti që përmenda dhe kam edhe raste tjera në fakt. Domethënë lëkura apo dermatologjia mund duket sikur merret me estetik apo vetëm me këto gjërat sipërfaqësore të lëkurës, por ka edhe shumë sëmundje vdekjeprurëse. Një nga ato është edhe një sëmundje autoimune pemphigus vulgaris që krijohen bula sikur janë djegje në lëkurë, e cila edhe mund t'ja marrë jetën personit që e ka. Ishte një pacient rreth 60 vjeç, i
pa diagnostikuar, mendoi që kishte afte në gojë dhe trajtohej me antibiotik vazhdimisht nga dentisti dhe më në fund, pasi u përhapën edhe në lëkurë të njëjtat elemente, erdhi te dermatologu ku morën biopsin, dyshuan dhe sëmundja u diagnostikua dhe tashmë ai gëzon shëndet të plot pas trajtimit që u bë dhe është një ndër rastet që edhe ai pacient është shumë mirënjohës në fakt dhe vjen e më përshëndet shumë shpesh, por edhe që më ka ngelur në mendje. A janë gjithse sëmundjet e lëkurës? Ka sëmundje që janë gjithse, ka shumë sëmundje gjithse kontagioze, por edhe të tjera që duken gjithse nuk janë në të vërtetë. Mund të përmendim disa? Sëmundjet gjithse janë zakonisht infeksionet stafilokoksike apo streptokoksike, siç është impetikoja, që edhe jo shfaqet me këto bulat, me këto fluskat në lëkurë dhe është shumë kontagioze, sidomos te fëmijët e vegjël, sëmundjet virale, varicela, lia, herpesi, kondilomat, HPV-ja, pra që janë Myku i lëkurës apo? myku i lëkurës është ngjitës, kontagios, gjithashtu janë edhe sëmundjet e tjera si psoriaza, dermatitet, ekzemat, vitiligot, të cilat nuk janë në fakt kontagioze, nuk janë ngjitse. Myku i lëkurës sa i rrezikshëm është, sa i përhapur është, e po ashtu edhe kallot. Edhe për kallot kemi dëgjuar që janë shumë problematika. Po, janë dy problematika që tani në verë ne i takojmë shpesh. Favorizohet myku i lëkurës, favorizohet edhe nga ambientet e lagështa, sidomos tek zona e këmbëve. Shohim infeksione fungale, mykotike edhe pas prerjes apo qetjes së flokëve të berberje shohim shumë, prandaj mjetet duhet të jenë shumë të sterilizuara në fakt instrumentat që përdoren për të mos patur këtë përhapjen kaq të shpesh sa ne e shikojmë në përditshmërinë klinike. Gjithashtu edhe infeksionet e tjera pastaj që i hasim për ditë. Doktoresha, nëse keni një këshill të fundit për gjithë njerëzit sa i takon shëndetit të lëkurës, por jo vetëm, cilat do të ishte? Gjëja e parë që do këshilloja është që të kujdesemi për lëkurën tonë, sepse ajo është organi më i madh i trupit të njeriut dhe jo vetëm, ajo na mbron, na komunikon dhe përshtatet çdo ditë me ndryshimet e saj në lëkurë, kështu që çdo gjë që ajo thot duhet të jemi më të vëmendshëm ndaj asaj që ajo na tregon. Doktoresha, shumë faleminderit. Para se ta mbyllim, dua të falenderoj dhe sponsorin ton. Ky podcast mundsohet nga Trimet, distributor lider në prodhimin farmaceutik. Faleminderit shumë që ishte me ne dhe faleminderit shumë për hapësirë. Faleminderit ju.